Një tërmet me magnitudë 7.1 goditi këtë të hënë jugun e Japonisë, duke shkaktuar shembje ndërtesash, probleme të mëdha në transport dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Lëkundja u regjistrua në orën 9:27 me orën e Shqipërisë dhe preku qytetin Kumamoto në ishullin Kyushu. Sipas kryeministres japoneze Sanea Takaichi, bilanci i dëmeve është ende në vlerësim, por deri tani raportohen disa të plagosur, ndërtesa të shembura, rrugë dhe ura të dëmtuara, si edhe zjarre dhe ndërprerje të energjisë në disa zona. Po vlerësojmë ende për masat e dëmeve, por më është bërë e ditur se ka tashmë disa të plagosur, deklaroi ajo. Më pas kryeministria njoftoi ngritjen e një task force dhe dërgimin e 3600 ushtarëve në prefekturën Kumamoto. Ky është një moment shumë delikat dhe prioriteti ynë është të shpëtojmë jetë njerëzish, tha Takaichi. Sipas televizionit publik NHK, të paktën 50 persona janë shtruar në spital në Kumamoto dhe 50 të tjerë në spitalin e Ikawas. Raportohet gjithashtu për të paktën 12 shtëpi të shembura dhe 4 persona të bllokuar në rrënoja. Policia njoftoi se ka marrë raportime për një shpërthim brenda qendrës tregtare Aeon Mall. NHK raportoi se 20 deri në 30 persona kanë mbetur të bllokuar, ndërsa rreth 200 të tjerë janë evakuuar në parkingun e qendrës tregtare. Ndërkohë televizioni TBS flet për një numër të konsiderueshëm viktimash pas shembjes së objektit. Tërmeti shkaktoi edhe probleme të mëdha në transport. Një tren mallrash doli nga shinat. Aeroporti Aso Kumamoto pezulloi të gjitha operacionet deri në një njoftim të dytë, ndërsa u ndërprej qarkullimi në disa autostrada dhe në linjat e trenave të shpejtësisë së lartë dhe atyre lokal. Rreth 48.300 banesa mbetën pa energji elektrike, ndërsa disa zona u raportuan edhe zjarre të izoluara. Kumamoto ishte goditur edhe në prill të vitit 2016 nga dy tërmete të forta që shkaktuan 278 viktima dhe rreth 2800 të plagosur, ndërsa dëmtuan rënd edhe kështjellën historike të qytetit. Sipas raportimeve, monumenti ka pësuar dëmtime të reja edhe nga tërmeti i së hënës.